Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka publikuar një video në rrjetet sociale ku analizon situatën e investimeve të huaja në Shqipëri, duke ngritur shqetësimin për përkeërsimin e klimës së biznesit dhe rënien e besimit të investitorëve ndërkombëtar ndaj vendit. Bara më e madhe për biznesin ndershëm sot është shteti. E kjo nuk vjen vetëm në formën e taksave të rritura, sepse taksat janë rritura janë atje për biznesin, por sot biznesi përballen me një natyrë kaq selektive, me një sjellje kaq selektive që reflektohet së pari në ndryshimin e shpeshtë ligjeve, në ligje të veçanta, të cilët janë aty për të mbrojtur interesat veçantë, sektorët veçantë që dëmtojnë konkurrencën, prishin konkurrencën e shkatrojnë ekonominë e tregut, duke i rënë në qafë bizneseve të ndershme. Kjo vjen njëkohësisht edhe me barrën e tatimeve, të doganave, të inspektorëve, që shkojnë tek ato biznese që janë transparent, tek ato biznese që janë korrekt me shtetin. E kjo quhet taksa të ndershme. Sa më mirë që ti sillesh me shtetin, aq më keq sillet shteti me ty. Ky selektivitet, kjo ndarje në ekonomi, kjo preferencë e ka shkatruar ekonominë. E ka krijuar një ekonomi të pakicës, një ekonomi që ka përqendruar të gjithë, jo vetëm tendera e koncesione, po dhe favore në pak duar, duke shkatruar sot rregullat e lojës e duke prishur ekonominë e tregut. Këtë e thot njëkohësisht dhe raporti investitorëve të huaj në Shqipëri, duke e ulur vlerësimin për Shqipërinë nga 100 pikë në 45 pikë dhe duke e krijuar edhe problematikën e klimës biznesit, edhe selektivitetin pikërisht në ekonominë shqiptare. Një investitor i huaj që nuk vjen këtu janë më pak vende pune, ka më shumë korrupsion. Një investitor i huaj që vendos të largohet, shkon tek rajoni, ka edhe produkte cilësi më të dobët. Ne këtë duhet luftojmë çdo ditë për të ndërtuar një ekonomi për shumicën e shqiptarëve, për të ndërtuar një ekonomi për shumicën e bizneseve. Sot fatkeqësisht ekonomia është kapur dhe shërben vetëm pak interesave. Deputetja demokrate paralajmëron se çdo investitor i huaj që vendos të mos vijë në Shqipëri apo të largohej prej saj, përkthehet në më pak vende pune, më shumë korrupsion dhe produkte me cilësi më të dobët për qytetarët.